أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salate dhe selami i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër dhe besimtar, do të jemi bashkërisht sot këtë ditë të xumas, e cila është dita e tretë në këtë Ramazan, në të cilën do të mundohemi që i themi disa fjalë për luftën e Bedrit, fitoria e parë e muslimanëve në udhëheqjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajetin që e lexova më herët gjendet në surën Al-Anfal dhe është ajeti 26, ku Allahu xhaleshanuhu drejtohet dhe thot: "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nasu fa'awakum wa ayadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun." Që do të thotë dhe kujtojnë kohën kur ishit pak numër, ju konsideronit të dobët dhe kishit frikë se mos ju përlanin në tokë. Allahu xhaleshanuhu strehoi Medinë dhe ju forcoi me ndihmën e tij dhe ju furnizoi me ushqim pastër që ju të bëheni mirë njohës. Dhe të ndershëm besimtar, sa i përket luftës së Bedrit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me muslimanët, pasi që u detyruan të largohen nga vendlindja e tyre, nga vendbanimi i tyre Mekka e ndershme, ata u detyruan që të shpërngulen në Medinë. Mirë po, idhujtarët, edhe pse pas kësaj nuk ishin qetësu dhe i kishin ngacmu, vazhdimisht muslimanët në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu që u detyruan muslimanët në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që në vitin e dytë pas hijretit të ndodhe betejë e Bedrit mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve dhe me idhujtarët e Mekës. Këtë ngjarje, këtë ndodhi, mas mirti neve na e shpjegon surja Al-Anfal. Por fillimisht, si shkak i zbritjes së surës Al-Anfal, komentatorët e Kur'anit famëlar na shpjegojnë mas mirti. Kur'ani famëlar për luftën e Bedrit, se dhe për shkaqet e kësaj lufte, u shpall surja Al-Anfal, plaçka e luftës. Kjo sure është tregim, rrëfim i përkryjim i Allahu xhaleshanuhu i luftës së Bedrit. Tregim i cili ndryshon nga tregimet e njerëzve. Allahu xhaleshanuhu u tërheq vërejtjen muslimanëve për të metat morale dhe për lavdrimet të cilët i kishin pas si tipare vetat qysh ma herët. Në këtë mënyrë, ata janë ngritë në pikpamje morale, edukative dhe shpirtërore. Allahu xhaleshanuhu tregon se u kanë ndihmu për me korë sukses me ndihmën e melekëve, të cilët nuk i shohin.
Allahu xhaleshanuhu e bën këtë në mënyrë që muslimanët mos mburen dhe mos mendojnë se vetë e kanë po fitu luftën. Për këtë arsye, duhet kërkojnë mbështetje tek Allahu xhaleshanuhu, duhet që t'i nënshtrohen Allahu xhaleshanuhu dhe t'jenë dëgjueshëm ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj edhe ata vetë të përpiqen rreth angazhimit të kësaj betejë. Pastaj Allahu xhaleshanuhu në këtë sure ju flet në mënyrë të qartë për motivet dhe qëllimet fisnike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë shtyt në marrë këtë iniciativë, këtë luftë të rrezikshme, të tmerrshme, por edhe dobishme, për shkak të cilave edhe arrihet fitoria e madhe e Bedrit. Allahu xhaleshanuhu u drejtohet jo besimtarve, idhujtarve, mushrikve, munafikve, hipokritve, hebrejve dhe robërve të luftës nga Bedri, bindshëm me shembuj të mirë, me ideale e me fjalë të kuptueshme, i këshillon ata që të dorëzohen, të nështrohen dhe të pranojnë fenë islame. Me çka do të arrijnë deri tek e vërteta. Pastaj Allahu xhaleshanuhu u drejtohet muslimanëve dhe ju flet për plaçkat e luftës, duke nxjerrë ligje, rregulla, zgjidhje për këtë çështje. Në këtë sure Al-Anfal, Allahu xhaleshanuhu për të herën parë u shpall muslimanëve ligjet e luftës dhe të paqes, sidomos për këtë periudhë fushveprimi të davetit, thirrjes islame, në qëllim që mënyra e luftës islame dallohet nga mënyra e luftës në periudhën para fesë islame. Luftrat e muslimanëve duhet të jenë shkallën më të lartë të etikës, kështu që bota të jetë e bindur se Islami nuk është teori e thjeshtë apo voshtrim i përcipt për botën, por Islami praktikisht edukon i tharët e vet në baza dhe parime në të cilat thirret. Lufta e Bedrit, vëllezër të ndershëm besimtar, çdo mend se kishte në veten e saj, numëronte edhe numra, të cilët ishin 314 luftar, ndërsa numri i idhujtarëve ishte mbi 1000 vetë. Me vete kishin jo besimtarët 100 kalorës dhe 700 deve. Në krye të ushtrisë muslimane qëndronte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kurse në krye në ushtrisë idhujtare jo besimtare qëndronte Ebu Xehli. Muslimanët natën e 16 muajit Ramazan i kaluan në ibadet, në adhurim dhe kërkim të ndihmës nga ana e Allahut Dhul Xhelal. Allahu xhaleshanuhu atë natë lëshoi një shi që t'i freskon muslimanët. Shiu ishte mëshirë për besimtarët, por gjithashtu ishte edhe lehtësim në disa aspekte, u azbuti tokën, e cila, siç e dim, atje është me zall i vrasht. Ndërkohë, shiu ishte lehtësim i madh në këtë periudhë, në këtë moment. Sahabët kanë tregu se kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u lutur me këtë lutje: o Zot, nëse shkatërrohet ky grup, nuk ka kush me ta adhuru ti. Ndërsa Ebu Bekri thoshte: o pejgamberi Allahu xhaleshanuhu, Allahu me siguri do t'jape atë të cilën ti të ka premtuar, sepse Allahu xhaleshanuhu premtimet nuk i jep të kota. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Ebu Bekrit dhe i tha: o Ebu Bekr, gëzohu, miqtë po t'jap se po arrin ndihma Allahu xhaleshanuhu, ja Xhibrili alayhis salam po tërheq shkallën për freri, krapu i shihet pluhuri. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli para muslimanëve dhe ju drejtua atëre dhe ju tha: pasha atë në dorën e cilët të shpirti Muhamedit, çdo njeri që merr pjesë sot në këtë betejë dhe lufton me durim të madh e nuk i ik luftës,
që mos vritet me siguri do të hijen xhenet. Betejë e Bedrit u zhvillu ditën e premte në mëngjes, ja sikurse sot që janë dita e premte, mirë po me 17 Ramazan, ditën e nesërme i vjen 17 Ramazani. Luftën e Bedrit bashkë me muslimanat kanë luftu edhe me lekët e Allahu xhaleshanu. Dhe për këtë kemi shumë dëshmi, i kemi ajetet kuranore. Me lekët edhe në betejat tjera kanë qenë pranishëm pra muslimanëve, por ata nuk kanë luftu. Pas përfundimit të luftës së Bedrit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhoi që midis vdekjeve të gjindet Ebu Xheli. Pas kësaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që të vrarët e Kurejshve të hidhen në pus, dhe ashtu ndodhi. Pasi i hudhën gjithë trupat e tyre në atë pus të cilin i urdhëroi Muhamedi alaihi salam që ta hapin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua atyre me këtë fjalë: o ju poshtë që jeni në pus, o ti filan, nisi të thire të gjithë me emën, e gjetët vërtetën, ata që ju ka premtu Zoti juve, unë e gjeta drejtën dhe të vërtetën që ma ka premtu Zoti jam. Atëherë besimtarët ju drejtun dhe i thanë se, ja Rasulullah, apo flet me kufomat pa shpirt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu dhe tha, ata dëgjojnë thanjet ma mirë se sa ju që i dëgjojni, pavarësisht se nuk kanë mundësi që t'japin shpirt. Gjithashtu, në këtë luftën e Bedrit, ishte prezent edhe Iblisi, i cili ishte paraqit në figurën e Suraka ibn Malik. Kur e pa se melekët ishin duke i sulmu i dhujtarët, ki në formën e Surakës, po hi. Pas ti i shkojnë djekje një sahabe me emrin El Harith ibn Hisham, aja rëmbohu Harithin për gjokësi dhe për plasi për toke. Pas ta iku, mushrikut thanë, kua duke shku Suraka? Pa the se do t'jesh me ne dhe nuk me na lan vetën. A ju përgjigj, unë jam duke parë ata të cilën ju nuk mund të shifni. I friksohem Zotit, Zoti ndëshkon shumë rënd. Pastaj iku dhe u hodh në det. Iblisi ik nga fushbeteja gjatë luftës së Bedrit. Çdo mend se lufta e Bedrit, dhe se të ndershëm besimtar, ka shembuj të shumt. Mesin e tyre i kemi shembullin e Ebu Hudhejfe ibn Utbe ibn Ishakut, i cili rëfen nga Ibn Abbasi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë shokëve të vet: e di se shumë njerëz nga familja Benu Hashim këtë betejë janë nis kundër vullnetit tyre. Ata nuk kanë pas arsye të luftojnë kundër nesh. Kush prej juve e shen dënjonën prej tyre, le t'ia kursije jetën. Edhe i përmendi disa me emën, mesin e tyre kush e sheh Ebu Buhtur ibn Hashimin, le t'ia fale jetën. Kjo vlen edhe për Abbas ibn Abdul Mutalibin. Ata janë marrë luftë me dhunë, me zor. Ebu Hudhejfe bin Utbe tha: a mos vallë t'i vrasim ne baballarat ton, djemt ton, vllazërit ton, edhe farafisin ton, e t'ia kursim jetën Abbasit. Abbasi ishte dëxha i migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allah do t'ja heq kokën me shpatë. Këto fjalja përcollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ky ju drejtu Omerit radiallahu anhu dhe i tha: ja Omer, a mos vallë, ai do ta mbite dëxhajin e pejgamberit me shpatë. Omeri radiallahu anhu përgjigj: o pejgamberi Allahut, më lejo që shkoj t'ja hek kokën me shpatë. Pasha Allahun, ai është bë munafik. Ebu Hudhejfe shpesh herë ka thënë: unë nuk jam i sigurt se imani im është në rregull pas asaj që e kam thënë. Edhe tani shumë friksohem nga kjo dhe do të kem frikë derisa nuk shpaguhem tek Allahu Dhul Xhelal. Sidomos do të bëhem, do të mundohem që të bi shahid. Ky është shpagimi im më i mirë. Dhe me të vërtetë ra shahid në betejën e Yamamës. Gjithashtu kemi edhe një tjetër shembull në lidhje me Al-Mujadil bin Ziyad, i cili ka qenë i kursim nga vrasja në Bedër, sepse ki mas tepërmi
i ka ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekke, kur nuk i kishte bë ndonjë të keqe. Transmetimet japin se asnjëherë, kur njëherë ndonjë të keqe si ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as pa drejtësi, ka qenë njëri nga organizatorët për ndërprerjen e izolimit muslimanëve nga ana e Kurejshve dhe për anulimin e kontratës mbi izolimin. Ju kujtohet me siguri, historinë islame e kemi një kontratë të cilën e banën mushrikët në kohën kur i zunë dhe i maltretuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e varën në Qabe këtë kontratë, kur këtë kontratë e kishte brejt krimbi përveç emrit të Allahu xhallahu xhanuhu. Megjithatë ki vdiq në Bedër, kjo ndodhi kështu. El Muzdhiri e takoi Ebu Buthurin bashkë me një shok tij në fush betejë, që të dy luftonin kundër muslimanëve. El Muzdhiri i u drejtu: o Ebu Buktur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar që të vrasim. Ai u drejtu tha: e shokun tim, jo pasha Allah, shokin tonë nuk e kursen. Ebu Bukturi tha: atëherë pa Zotin, të dyna do të vdesmi së bashku. Pastaj luftuan mes tyre dhe El Muzdhiri e mbiti Ebu Bukturin. Vëllezër të ndershëm besimtarë, çdo mend se kjo ngjarje e Bedrit është një ngjarje e madhe e historisë islame. Për herë të parë besimtarët e besimit islam e morën mbi durë të tyre dritën e Allahu xhallahu xhanu, e cila dritë ka shëndrit dhe shëndrit deri në ditën e Kiametit. Lufta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju imponu dhe e kishte patjetër që ta mbroje vetveten e tij, e kishte patjetër që një herë për gjithmonë ti tregoje armiqve të islamit se ban edhe në këtë formë, ban edhe në këtë mënyrë, dhe inshallah Allahu xhallahu xhanuhu të gjithë shahidët, dëshmorët e kësaj lufte dhe luftrave që bën për hir të Allahu xhallahu xhanuhu i shpërblen me xhenetet e tija të pakufishme. Çdo mend se ne sot jemi me një datë historike e cila ndoshta ndërlidhet edhe me betejën e Bedrit, është 5, 6 dhe 7 marsi, e tek ne shqiptarët nuk është 5 dhe 6 marsi vetëm datë e kalendarit, por janë ditët kur prekazin legjendar u shkru historia me gjak, guxim e sakrificë. Këtë ditë marsit vitit 1998, komandanti legjendar Adem Jashari, bashku me familjen e tij, qëndroi i pathyeshëm përballë forcave çetniko-serbe, duke u bë simbol i rezistencës dhe i lirisë. Adem Jashari nuk zgjodhi dorëzohej. Adem Jashari zgjodhi qëndroi. Adem Jashari nuk zgjodhi frikën. Adem Jashari e zgjodhi dinjitetin. Adem Jashari nuk e zgjodhi jetën pa liri. Adem Jashari e zgjodhi përjetësinë. Allahu xhaleshanuhu i pranoft Adem Jasharin, familjen e tij dhe të gjithë që kanë sakrifikuar jetën e tyre për liri me gradën e dëshmorit. Respekt për çdo pikë gjaku të derdhur për lirinë. الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر